إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selame të shumta dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatli të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me devotshmëri, me frikë ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra, të adhurojmë Allahun Azza wa Jall një, t'i bindemi Atij duke I përmbush urdhrat e Tij dhe duke u largu nga ndalesat e Tij. Kjo është porosia e gjithë pejgamberëve. Kjo është porosia që Allahu Azza wa Jall u dha popujve më herët, por edhe neve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e Tij fisnik: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Thot, ne I porositëm idhëtarët e librit para jush, por edhe juve أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, që t'i keni frikën Allahut, pra që të jeni të devotshëm. Andaj, kini dronë Atij dhe adhuroni vetëm Allahun një, pa shok, pa I bë Atij shok, siç e komenton Ibn Kathir rahimahullah. Dhe se Allahu Azza wa Jall mes shahadetit, mes bazës së besimit la ilaha illa Allah, se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, dhe devotshmërisë e ka lidh aq ngushtë, sa që fjalën e shahadetit e ka quajt fjalë të devotshmërisë. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, pasi që tregon se ka zbrit qetësi mbi shpirtin dhe trupin e pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve ose besimtarëve, wa alzamahum kalimat at-taqwa, dhe thot Allahu I bëri ata të mbështetur fort në fjalën e devotshmërisë. Fjalën e devotshmërisë dhe përkushtimit. Kur njeriu e kupton këtë lidhshmëri të fortë dhe të fuqishme mes shahadetit dhe devotshmërisë, atëherë nuk çuditet nëse pyet se cili është qëllimi final I agjërimit dhe merr përgjigjen se qëllimi final I agjërimit është devotshmëria. Se dim që Allahu Azza wa Jall në ajetin e parë të agjërimit tregon se qëllimi final I agjërimit është devotshmëria. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, u kemi bë obligim agjërimin ashtu siç e kemi bërë atë obligim për popujt para jush, që të jeni të devotshëm, që të ngriteni në shkallët e devotshmërisë. Pra na jemi ata që I kemi këshillu popujt e mëhershëm me devotshmëri, por edhe juve. Dhe na jemi ata që me qëllim që popujt e kalum mos t'ja u kalojnë në devotshmëri, qysh u kemi bë obligim atyre agjërimin, po o bojmë edhe juve. Nga se është një nga hapat më të mëdhej, është një nga veprat më të mëdha të cilat e ndihmojnë njeriu që të mërrin shkallët e devotshmërisë. Pra, I dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur me një fe të re. Libri I fundit Kur'ani nuk ka ardhur me qëllime të tjera nga qëllimet që kanë ardhur librat më herët. Pra është I njëjti qëllim.
devotshmëria ndaj Allahut, bindja dhe njësimi i tij me la ilaha illallah, por jo vetëm me fjalë të gjuhës, por me fjalë, me bindje dhe me vepra. Çfarë devotshmëria? Devotshmëria shpjegohet ose takmalloku me shprehje të ndryshme. Mirë po përmbledhim me një shprehje të njohur, që devotshmëria është an ta'mal bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawabah. Ti krysh obligimet e Allahut në dritën e Allahut, jo ti qysh dush, po qysh ai na ka mësu. Tarju thawabah, shpreson shpërblimin e tij, duke shpresuar shpërblimin e Allahut. E në anën tjetër, të truk masijet Allah, elen mëkatin ndaj Allahut azza wa jall, ala nurin min Allah, në dritën dhe mësimet e Allahut, jo ti ndalish vetës atë që Zoti s'e ka ndaluar. Largohesh nga ato që Allahu i ka ndaluar, në dritën e Allahut, duke u friksuar nga dënimi i tij. Kjo është devotshmëria, vëllazër. Andaj kjo është ka synohet, ose synimi final, për arsye shumë qëllime ka agjerimi. Mirë, po qëllimi final, pra, është devotshmëria. Allah te bareke ve taala pra nuk na ndaloi nga ushqimi dhe pija për të na dobësu, për të na nënçmu, përkundrazi, për ta forcu vullnetin ton dhe për të na kalit neve dhe për të na ngrit. Pra njeriu nuk ka qëllimi të ndaloj vetëm nga ushqimi dhe pija. Por qëllimi është që njeriu të edukohet nga brenda tij, të edukohet shpirti i tij dhe karakteri i tij. Pra agjerimi, si të njihet fjala e njohur, është shkollë, cilën njeriu mëson dhe edukohet. Agjerimi, edhe nëse nga ana e jashtme duket privima, që Zoti po të privon prej diçkaje, nga ana e brendshme, ai është një pasurim për besimtarin dhe për robin. Pra, njeriu largohet gjatë agjerimit nga gjëra që Allahu i ka lejuar dhe i ka bë halal, me qëllim që të edukohet dhe të mësohet që të largohet nga ndalesat e Allahut për gjatë gjithë vitit. Pra kjo është edukata dhe mësimi i agjerimit. Në agjerim ka urtësi të shumta. Prej urtësive që mund t'i përmendim si shkurt, fillimisht me agjerim njeriu mëson nevojën e madhe që ka për Allahun azza wa jall. O Rabi Allahu, ti i varfër. O Rabi Allahu, ti ki nevojë shumë për Allahun te bareke ve taala. Dhe agjerimi është një shkollë që këtë ta mëson. Gjithashtu, agjerimi ngjall te besimtari mëshirën ndaj të tjerëve, ndaj atyre që mungojnë gjëra të shumta. Po ashtu, agjerimi na përkujton me begatitë e Allahut të përditshme. Nga se njeriu duke i shiju begatitë e Allahut, kur ato janë në të gjitha në dispozicionin e tij, ai shumë ne t'i harron begatitë. Mirë po, ka ardhur agjerimi që të ndalohen disa begatitë e Allahut për një kohë, që t'i vlerësojmë ato, që u dim rëndësinë atyre. Dhe për fund, agjerim pra nga gjithë kjo dhe nga vetë fjala devotshmëri kuptohet se nuk ka qëllimi me agjerim që njeriu të duron pra eti dhe uni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men lam yada qawl az-zur wal 'amal bih", ai njeri i cili nuk e lën fjalën e rreme, nuk e lën fjalën e keqe dhe të vepruarit me të, "Falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharaba". Allahu s'ka nevojë për të ose që ai ta lën ushqimin dhe pijen e tij. Se nuk e ka arrit qatë qëllimin final. Ajo është devotshmëria që të largohet njeriu nga gjitha gjonat e ndalume. Dhe ta gjallëroj jetën e tij, zemrën e tij, shpirtin e tij, gjuhën dhe veprat dhe gjymtyrët e tij me adhurime dhe ibadete. Pra qëllimi nuk është të agjeroj vetëm barku jot, po të agjeron edhe zemra jote dhe mendja jote. Të agjeron edhe gjuha jote nga fjalët e këqija, nga përgojimet, nga shpifjet, nga gënjeshtrat.
Të agjeron edhe shikimi yt nga gjanat e ndalume të cilat nuk duhet të shikohen. Dhe të agjeron edhe veshjet nga gjanat e cilat nuk duhet të ndëgjohen. Andaj agjerimi të bën më durimtar, më durueshëm, të bën më të fortë, të bën më të drejtë. Po në raport me njerëzit bën më të butë, më të sjellshëm me ta, jo arrogant. Andaj pa dyshim se nga agjerimi ka dobi dhe urtësi të shumta, por që na me kaq po i përmbyllim në këtë hyrbe me një fjalë komplet agjerimi të jap atë shkollën e vetë përmbajtjes që ti të edukohesh ta kontrollosh veten tonë. O vllazni, jemi njerëz, jemi të mangët. Është e mbyllur në natyrshmërinë tonë që anojmë ka epshet dhe qefet, a? Kjo është e mbyllur te njeri. Andaj vjen besimi, imani, vjen devotshmëria, vjen këtë rast agjerimi, i cili na jap vetë kontroll, ta kontrollojmë vetveten. Ta kontrollojmë vetveten dhe besimtari gjithherë është shërtu si vetes e tij. Kur bën diçka pse e bën, kur do më bë diçka çka po don me atë. Ta ketë veten kontroll, synimin, qëllimin e tij dhe gjithherë mendon për llogaritën dhe dalin para Allahut subhanahu wa taala. Elis Allah azza wa jall na i pranon adhurimet tona, agjerimin, namazet, lutjet, leximin e Kuranit, dhe të na bën për atyre që para Allahut dalin faqe bardh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas falënderimit që i bëjmë Allahut azza wa jall dhe salavatet që i dërgojmë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, pjesën e dytë të kësaj hutbe ju përkujtoj juve dhe veten time se arritja e muajit Ramazanit është një begati e madhe. O robi Allahut, kujtoja këtë begati vetes tonë. Allahu ta ka mundsuar me prit edhe një Ramazan. Atëherë shfrytëzoje në maksimum. Të gjithë ju e dini rastin e sahabiut Talhas el-Ansari radiallahu anhu, i cili tregon për dy persona që kanë pranuar Islamin. Dhe i pari prej tyre vritet shahid, pra vdes i pari, mirë po vdes me një vdekje më të ndryshme, me shahidlëk, duke shku shahid dëshmor. Mirë po tjetëri mas një kohë, vdes, që thojmë na me kryn në shtrat një astak. Dhe ishe këta dy persona ëndër. Thotë në ëndër, e she vetën para xhenetit dhe si i pari që po thirret me hinë në xhenet nuk është ai shahidi. Mirë po është ky që ka vdekë më vonë. Ndërsa po thirret i dyti, me radhë që është shahidi, dhe afrohet edhe ky dhe thot ende nuk ka ardhur koha. Dhe çuditën nga kjo ëndër dhe po i tregon sahabeve, shokëve të Pejgamberit alayhis salam, dhe të gjithë çuditën. Pse çuditën o vllazni? Dhe është për më çuditë se gjithë e dim rëndësinë që njeri të vritet shahid, të vritet dëshmor për Allahun azza wa jall. Ta jap jetën e tij. Mirë po kur kthehet dëgjon Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot pse çuditni? A nuk ka jetu kaq e kaq më gjatë? A nuk ka fal kaq namaze? A nuk ka agjëru Ramazanin? Gjitha këto janë begati dhe mirësi që na duhet t'i shndrojmë në gardë që t'jemi të partë dhe t'i shndrojmë në grada të xhenetit që të ngritemi lart e më lart. E këto mund të bëjmë me angazhim, me punë edhe me mund. Atëherë ta shfrytëzojmë çdo çast, çdo moment të këtij muaji të madh. Përderisa Allahu na ka begatuar. Pse çdo moment, pse çdo çast? Se fakti që ti ke hinë në Ramazan nuk do të thotë që do ta përmbyllësh Ramazanin. Dje isha në një varrim, kishte ndrujet një ditë më herët, para se me ardhur Ramazani. Pa qenë fare smut, mbrana gjysore, njerëz komplet trupin, edhe për gjysore ndron njëri. A nuk kemi mujtë që unë ose ti të jemi në vendin e atij personi? Ose par djen varrimin tjetër e tjetrin pak para Ramazanit. E shumë të tjerë që do të vdesin në Ramazan dhe nuk e presin Bajramin,
Andaj çdo moment duhet ta shfrytëzojmë. Kjo është një mundësi e artë për me arrit që thamë devotshmërinë, për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, për me arrit xhenetin e tij kur i hap gjitha dyert e xhenetit. Është rruga shumë e lehtë që mbyll gjitha dyert e xhenemit, e janë pranguese gjend. Andaj të angazhohemi në maksimum. E në fund të dërgojmë selavate mbi më të mirin e njerëzimit, mbi të dashurin e Allahut dhe të dashurin ton, i cili është shkak dhe sebeb për udhëzimin ton, Muhammed Mustafa. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.